Për gati 2 javë, Festivali i Arkitekturës Moderne e vendosi në qendër të vëmendjes diskutimin mbi modernizmin dhe hapësirat publike. Në temën publike dhe moderne, festivali ka trajtuar për vitin e 2 të radhazi arkitekturën jo vetëm si formë ndërtimi, por si reflektim të ideologjive dhe mënyrës së jetesës, duke kulmuar pikërisht në aktivitetet e së enjtës. Me laramanin ngjarjesh, festivali e shndroi hapësirën publike në një lloj arkivi të gjallë, siç u theksua edhe nga organizatorët në ditën e fundit, duke ftuar profesionistë e qytetarë të reflektojnë mbi të kaluarën dhe potencialin e saj për të ardhmen. Në hapje, bashkëthemeluesja e iniciativës moderne, Arta Januzi Cana, ka theksuar dimensionin shoqëror të modernizmit. Zëvendës ministrja në Ministrinë e Kulturës, Nora Arapi Krasniqi, vuri në parëndësinë e trashëgimisë moderniste. Vet hoteli Grand, në katin e 6 të cilit është vendosur fondacioni Hajde, ku është mbajtur ngjarja, sipas saj është shembulli i funksionalizimit të objektit si aset i trashëgimisë kulturore. Dekania e Fakultetit të Arkitekturës në Universitetin e Prishtinës, Violeta Nushi, ka konsideruar se fryma arkitektonike ka qenë dhe është reziliente. Sipas saj, festivali duhet të mbështetet jo vetëm nga aktorë të tjerë, por edhe nga vetë institucioni akademik, në të cilin vepron si dekane. Ka inkurajuar vazhdimsinë e ngjarjes sepse sipas saj kontributi i festivalit i shërben komunitetit. Bashkëthemeluesja e Festivalit të Arkitekturës Moderne, Flaka Xerxa Beqiri, ka prezantuar vjeshmërinë e edicionit të parë, e për atë si vjet ka zbërthyer temën publike dhe moderne. Në gjithë hapësirën e fondacionit janë ekspozuar imazhe të ndryshme nga objekte që përfaqësojnë arkitekturën nga i gjithë vendi. Të ekspozuara janë imazhe nga ndërtesa e postës në Gjakov, nga hapësirat e Pallatit të Rinisë dhe Sporteve, motel vllaznimi në Prizren, i vitit 1973 e nga Trekëndshi, Radio-Televizioni i Prishtinës, mensa e studentëve dhe rilindja në Prishtinë, hotel Metohia në Pej, konvikti i studentëve në Gjakov nga ekspozita moderne në retrospektiv. Festivali i Arkitekturës Moderne, edhe me edicionin e 2 u fokusua në dimension të modernizmit të stilit arkitektonik. Në temën publike dhe moderne ka trajtuar hapësirat publike si platforma ku ndërthureshin arkitektura, ideologjia dhe jeta e përditshme.